Shembulon me toksa, nëse do një nevojë për xhepit privatizare. Na qita qytetar do thotë kena leru për 80% të qytetëve pacientëve. Për ndryshe mitro do të bazohesh në këtë 80%. Po bazohen në udhëzimin administrativ ku lirohen. 80% pacientëve. A lirohen deri në moshën 15 vjeçare, a lirohen në moshën 65 vjeçare, a lirohen në numër shumë më të kategorisë pacientëve. Jo për shërbim ashtu, jo për përcjellje. Jemi të diskutu pacientat të cilët pagujnë, so lirohen për pagesës. Na jemi të folë për qitë pagesë. Aja kuptuar se atu nuk piken, atu bugjetit gjithë dim se qysh grumbullohet bugjetit, nuk pik për qile, për tokë saftona. Nëse jeni të i liru 80%, pse këni bo një regull veç për 20% e njerëzve që vinë atë? Dhe më thonë dikush që nuk tarifohet, a i mundet marrë me nejtë pa problema, po? I bjanë që s'tarifohet. Jo, nuk është në regull mundet marrë pa problem, po më teket, po shkojnë që kuke, na kemë shumë raste ku e pengojnë edhe shërbimi shëndetësor. Kalën anene edhe nollet në emergjent, thëtë ma tensionin e gjakut. Gjitha këtu të lashe i dima. Jo, pyqja ke tjetër, ose e shtrova gabim, ose më kesh kuptut. Ju po thoni 20% e njerëzve tarifohen për me ndejt e paciente. A ke që është ideja? Nëse dojnë me najtë? Jo për me najtë e paciente, lut në ka dale, se jemi të i keq kuptu, kemi të i full për shërbimet shëndetësore të përgjithshme. So pacient lirohen prej pagesë. So pacient në Kosovë pagujnë prej xhepit, to e pas garantu me shërbimet shëndetësore. Kjo e njëjta do të me vletë edhe për familjarë. Shumica e pacientëve të na cilët vinë lirohen, unë këto për diskutoj, shumica e pacientëve të cilët morën shërbimet të na, lirohen prej këtyne të cila... Nëse jetu thonë shumica atër që ti shifrat. Po, mbi 80% lirohen. Po ku e nëzire këtë 80%? Qëfar kategorije? Janë sociale ose veterana? Po, janë veteranë, janë social, janë smundje. So diagnoza, ju sigurisht e keni lexu edhe këtë uzim administrativ so pacientat lirohen pri diagnozave. Apo kuptojnë, do të të na qitu shërbimi e frujnë, që për diagnoza edhe i lirohen. Mirë, se uap qështja se so ka kapacitet, so ka potencial të infermierve për të dalë në ndihmë, në shërbim pacientëve për krejt nevojat. Qka nëse tani familjarët të irrituar nga kjo pagesë nuk do vinë dhe të shëndrojnë afer ose të kryjnë këto blerje, ndihmë tjetër, qka do të thëtë për juve kjo? Në rrasë se nuk do i keni këtë pjesën e ndihmës që japin familjarët. Mimoza, nisë qarim për opinionin, se si shduket i nderuari më keq kuptoj. Nuk e thash në kontekstin që familjarët pengojnë, po të e marë parasysh kulturën tonë, që me një të smut, shkojmë edhe 10 tjerë, e jo dhe na jemi dëshmi... Ku kanë qenë familjarët? Më falë, vetëm më leta përfundoj. Dhe sigurisht, një familjar, një i smut, edhe 10 familjar të tjerë, natyrisht që e pengojnë sistemin shëndetësor, se s'mundet me u kry puna që shduhet. E thash... Një moment. Të lutë na, veç një moment. E thash që pandemia, infermierët i kanë kry gjitha punë. Ku kanë qenë familjarët dhe gjatë pandemisë? Po, ku kanë qenë? Tekstualisht. Tekstualisht e thash. Asë njëherë. Besim, lutëm veç një moment. A bëm veç një moment. Në infektiv kanë pos drejtë edhe me një moment. A bën veç një moment, por le nuk të përfundoj të lutëm. Unë jam dëshmitare e gjallë, jam njëra e cila jam paraqit vullnetarisht prej të parve që kom punu në infektik në kohën e pandemisë. Fillim, krejt. Fillim. Po flasë kohën kër u kanë gjendja e jashtëzakonshme, ku gjithë pacientët kanë pas ankth natyrisht edhe na. Unë edhe kolegët e mi jena kujdes për gjitha nevojat e atyre pacientëve. Besomni që nuk këna mri me hongër as buk, edhe kër i këna hjek ato roba, na i na konë të djërësitur komplet. Te kemë vit që të sëqarojmë. Nuk thash që pengojnë një familjar, po duke e konsideru e cilësova që kultura jonë shkojmë edhe 10 tjerë, ata e pengojnë. Një moment. Nëse të vazhdanit, të punonit me atë kapacitet, si që keni punuar në pandemi, unë besoj që ajo është burnout, definitivisht. Së shkukuja do të mbeste pa infermierë, do iknin, do dorëzoheshin gjithë, do ishe pa mundur, ju të punoni, me atë potencial si që keni punuar, ose intensitet si që keni punuar në pandemi. E cilësoj edhe tani, se ngarkesa e punëtorëve shëndetësor, u kanë duar trokitur në pandemi.
punëtor shëndetësor, unë e kom dalë, punëtorëve shëndetësor, veç qito te, unë jam këtu për me folë për pjesën e infermierve, për mës me i fajsu pjesën e infermierve ose punën e tyre, kur e dim që ata janë të përkushtuar, punojnë me empati. Do këtë për dijen e fajsume, Jo, asë njëherë, se unë e një komunitetin tim sa të përkushtuar janë. Sistemi është diçka tjetër, e pjesa edhe komunikatën që kemi në që drejtim ka qenë me rrit kapacitetet edhe të stafit shëndetësor. Edhe na jemi për me rrit kapacitetet. Jo, se për mduket sikur po parajgjikon rritje na e shpjegojnë edhe rritje në numrit. Ka nevojë me rrit numrin e infermierëve. Sigurisht, numri infermierëve duhet mu rrit, sepse infermierët jetë të mbi ngarkuara me standardet evropiane. Infermierët të tonë punojnë më shumë pacienta se sa është Për sa pacienta kujdeset një infermier të azëm në si pas standardeve, në bazë të natyrës së punës, një infermier i ka 1 deri në 8, maksimumin 10.